Si të arrim lumturinë? Shumë njerëz e kërkojnë lumturinë në forma të ndryshme apo vende të ndryshme, duke mos të ditur se ajo gjendet pikërisht në brendin e tyre. Por, duke mos ditur ta aktivizojnë atë si duhet, ata në vend të prodhimit të mirësisë, lëkunden dhe rënojnë atë që kërkohet vite për ta ndërtuar. Në kohrat e arta, kur mjeshtrit të mëdhenj të gramatikës dhe retorikës bisedonin për tematika të ndryshme, mendonin që asnjë problematik nuk përfundon me mirë kuptim, por me keq kuptime, ata u munduan të gjejnë një modus vivendi, pra një të mirë praktike të jetësueshme. Artisti i vërtet e ndjen lumturinë dhe është i lumtur me atë çka vepron. Francesco de Assisi thoshte: "Kush punon me duar është punëtor. Kush punon me duar dhe me mendje është zejtar. Kush punon me duar, me mendje dhe me zemër është artist." Allahu i madhëruar na lajmëron se lumturia për besimtarin është e pashmangshme. Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Rezultati i veprës së mirë shkakton lumturi. Të tillë janë besimtarët, ata veprojnë veprat e mira dhe janë të kënaqur dhe falënderues ndaj bekative të Allahut, që Allahu u ka dhënë. Shumë njerëz sot dirgjën spitaleve dhe janë shtrirë, nuk mund të ngrihen në këmbët e tyre. Një pacient i cili është shtrirë, rad dhe i paralizuar komplet, ju tha cilat janë dëshirat tua momentale dhe që do doje t'i realizoje në jetë. Ai ishte përgjigjur: "Sikur një qast të ngrihesha në këmbët e mia të merrja abdes dhe të fal 2 rekate namaz." E ta përqafojnë anën time. E juve vëllezër e motra, njerëz të kësaj kupole qellore, Zoti ju dha shëndet, bekati të shumta dhe pak po e falenderoni. Falënderimi është burim mirësish që sjell lumturi. Ankimi dhe pikëllimi është burim i mërzisë së vuajtjeve. Zoti na lajmëron në Kur'an: "A nuk i dham ne atij 2 sy, edhe gjuhën e 2 buzë, dhe i sqaruam atij për të 2 rrugët." Zoti të dha shumë të mira. Andaj kujdesu për këto 3 lloj dimensionesh në sytë tu, të ketë vetëm mirësi e mëshirë. Gjua jote të flasë vetëm mirë e rruga jote të jetë rruga e drejtë e lumturisë, model e shembull i mirë për të gjithë njerëzit. Njeriu ka nevojë për këto lloj ushqimesh. 1. Ushqim shpirtëror. 2. Ushqimi me dituri. 3. Ushqimi material. Ushqimi shpirtëror janë lutjet, namazi, meditimi, dhikri, ndjenja humane ndaj të tjerëve, sadakaja, veprimi i veprave në të cilat Zoti na ka mësuar në fjalën e mirë, Kur'anin famlart. 2. Ushqimi me dituri. Leximi i librave, shkrimeve, artikujve, përpilimi i aftësive që njeriu Allahu i ka dhënë të shfrytëzojë në të mirë të komunitetit. 3. Ushqimi material, kujdesi me ushqime duke konsumuar ato ushqime, fruta zarzavate që Allahu i përmend në Kur'an, kujdesi ndaj shëndetit, trupit, aspektit fizik e të tjerë. Njeriu duhet të përmbahet disa kërkesave që duhet t'i shtrojë vetvetes për një lumturi efikase. 1. Kujdesi ndaj kohës, pastërtia, higjiena e jashtme dhe e brendshme. Leximi i Kur'anit, angazhimi me punë, studimi, leximi i librave, sporti, vrapimi, angazhimi në aktivitetet humane, dhikri, përmendja e shpeshtë e Allahut, bamirësia në fjalë e vepër, respekti ndaj vendit ku jeton, respekti ndaj vetvetes, respekti ndaj prindërve, organizmi i jetës, kohës dhe menaxhimi i saj, shëtitje, udhëtimet, socializimi me njerëz. Shpirtin njeriu mund ta qetësojë duke falënderuar krijuesin e tij, shpirti. Pra, duke mos qenë falënderues, hutohet dhe haron ato që krijoi. E kjo hares e shpihen në humbjen e orientimit. Fuqia e lutjeve dhe ibadeteve duke kujtuar krijuesin i sjell energji pozitive, duke ndryshuar konfiguracionin e të menduarit dhe vështruarit të gjërave rrotull tij.